Po pse do ta shohim gjithmonë kaq errësirë këtë pjesë, kaq të frikshme le të themi, në mënyrën si e sheh Alex të lloj situate. Për shembull, marrim rastin e Nën Terezës, për shembull, flet e gjithë bota. Që Nën Tereza ka qenë ajo shenjtoria, ka bërë bamirësi, ka ndihmuar njerëzit, ka dhënë jetën e vet për shumë njerëz. Për njerëzimin ishte humane e madhe, Po. Se duhet me pa gjithmonë kështu. Prandaj po lidh me Shqipërinë, se ndoshta mund të jetë dikush që mund të jetë një augur i mirë, le të themi edhe për botën. Siç ka qenë rasti në Terezë që sot krenohemi ne shqiptarët. Krenohemi sepse ashtu na e kanë servirur, sikur ishte ajo me këtë fjalë që sapo the. Por që s'kishte lidhje fare me ato që sapo the. Dhe ajo. As në Terezë ajo? Jo, s'kishte fare lidhje. Edhe këtu bëuni gati për të më sulur, por s'ka problem, unë do të them. Pse? Tani, siç thash në fillim në hyrje, do të thënë që Vatikani është shumë pist nga brenda, i kishin shumë pisk punën atje nga brenda me këto, sidomos me këto pedofilizmat. I duhej një person për të ndryshuar çik imazhin. Edhe për ta përdorur në këtë rast, gjetën Terezën, ose quaj nëna. Se kishte emrin zyrtar shqiptar ajo? Gonxhe. Ajo, i duhej domethënë që tërgulloshte çik imazhi, i duhej çik parfum. Të ndryshonte çik ajo era e pis që dilte nga i vend atje. Edhe përdorën këtë, Terezën. Që s'kishte lidhje fare me humanizmin, që përmendë. Në madje ato motrat që quhen motrat Tereza shpesh herë ankoheshin, kanë dalë dhe në publik, edhe thoshin që në për këto spitale që kjo ka ndërtuar tani, mungonte dhe gjërat më elementare, dhe fashoja mungonte. Por duheshin të ndërtoheshin sepse i shërbente civis, që të ndërtoheshe kjo ideja e madhe, domethënë që ajo ishte vërtet humane, shikon, po ndërton spitale, shkolla, po viziton njerëzit atje. Ndërkohë që me shumë informacione që ekzistojnë, po t'i kërkoni mund t'i gjeni edhe këto, ajo ishte trafikantja më e madhe e fëmijëve. Ajo mbante qëndronte lart fare te kjo pjesë. Ajo furnizonte elitën me fëmijët. Nën Tereza? Po, Tereza, po. Ajo e krusur, ajo që esa ashtu si ajo shtriga barbardhës. Se duhet i shoh njerëzit nga pamja më burr. Okej, mund mos a kenë informacionin, po. Shikoj çik si është. Se tregojnë dhe mënyra e aparenca jote tregon ç'a njeriu je, pak a shumë deri diku. Furnizonte elitën, që ata pastaj për çfarë si përdorshin kalamajt. Si, pse ku i ka rekrutuar, ku i ka marr fëmijët që i ka çuar? Nga ku bazohesh që nga këto familjet e varfra, trafikante e fëmijëve. Këto familjet e varfra, ato nënat që nuk i përballoheshin dot i mashin fëmijët, i çoshin nëpër këto vendet ku strehoheshin që i kishte ndërtuar kjo, ajo pastaj kanalizonte dhe furnizonte ata tipat e frikshëm atje që për çfarë si përdorshin. Për kukulla seksuale, për të prodhuar adrenokromin e famshëm, që mban këto vipat të çelur me lëkurë të gjallë që nuk plaken, që ngadalson plaken. Për çfarë përdoreshin ata? Trafikimi i fëmijëve është super biznes, që media nuk e prekin. Bëhet kërdim me kalamajt, çdo ditë i grabizin e vjedhin, do të bëni kujdes me kalamajt. Mos i leni shumë kështu se nuk kemi botë e sigurt. Edhe në Shqipëri ka ndodhur kjo për shembull në Terezë që ka ndodhur në Shqipëri kjo gjë, ka marrë edhe në Shqipëri fëmijë kalamaj. Nga kudo i merrte fëmijët ajo, se ajo ka disa institucione nëpër botë. Ku ja çoshin, ajo pastaj i merrte dhe i çonte nëpër këtyre, në këta tipat. Jo, kjo është shumë e rëndë, kjo që po thua tani për Nën Terezën, ne kemi komplet një imazh tjetër. Ashtu na kanë mësuar. Sa gjëra na kanë mësuar ne këtu që s'ka lidhje fare, po sepse ashtu i leverdis sistemit, ashtu i leverdis atyreve që bëjnë planet, që duan t'i bëjnë një lavazh konkret trujt njerëzve, zakonisht i bëjnë një format. Merrni kështu siç po ja paraqesim neve, siç po ja reklamojmë neve. E marr 20 shabllon, sepse thot ku ta di unë, meqense po e thot televizori, meqense po e thot Vatikani, ashtu duhet jetë. Nuk është fare ashtu. Mendojeni çik. Po këtë që po thua ti për Nën Terezën, e thot dikush tjetër ku ka ndonjë fakt, ndonjë provë që pra nuk është ajo që na e kanë thënë, por është kjo që thua ti? Po, shtypni atje në internet, Tereza
trafikimi i fëmijëve. Ndoshta bëjnë kombinimi edhe në anglisht se ka më shumë materiale ashtu, se në shqip nuk vështirë se mund gjendet. Vetëm të Pisk System mund ta gjeni tashmë pasi Aleksi e thanë nuk është se e kishin planifikuar të, por duke lidhur me këtë që Papa Francesku ndroi jetë, shkoi biseda kaq lirshëm dhe doli edhe kjo për Nën Terezën që realisht jam i shokuar për atë se çka po thua se jemi ushqyer gjithmonë, madje edhe shumë shqiptarë përdorin shprehjet, e kanë edhe si shembull për drite për të çuar ose për të orientuar vetë jetën e tyre, rrugtimin e jetës tyre. Atë mision se çka pasur Nën Tereza. Edhe mu vjen keq shpesh kur e shikoj, domethënë që këtu në vendin tonë e vendosin Terezën në krah me Gjergj Kastriotin. Aty e marr shumë personale se nuk ka lidhje fare njëri me tjetrin. Nuk ka lidhje dita me natën. Njëri që i shërbeu këtij vendit dhe tjetra që i shërbente interesave të Vatikanit. Për trafikim fëmijësh. Është shumë e ulët kjo, shumë e stonon. Nuk duhet bërë ky lloj kombinimi. Njëri me tjetrin. Gjergj Kastrioti ishte hero. Ai ishte mbreti i këtij vendit, i pavdekshëm, po jo Tereza shoku. Larg me atë. Ai ishte rrezikshme. I shkonte i merrte sasi të mëdha fëmijësh nga Afrika më bër. Ato që janë hall atje. Merrshin dhe i shpërndante pastaj. Ku kishte nevoja. Si i vite mesazhi atyre në Vatikan, kemi nevojë për 100 fëmijë. Ja dërgoshim pagu atje me makinave, janë të organizuar të gjitha. Edhe shpesh herë njerëz tek varri i asaj kanë dëgjuar ulërima. Te varri i Terezës. Gonxhës. Kupton? Ulërima, kalamojsh. Këtë besoj se duhet ta keni dëgjuar diku. Po është e vërtet. Si ulërima. Ulërima kur kanë shku njerëzit ke Varrezat, pra ku është varri i Nën Terezës? Po. Kanë dëgjuar ulërima fëmijësh? Ulërima tamam, si që po i torturojnë, që po i bëjnë, po i masakrojnë aty, gjë ulërima. Sepse kjo i çonte tek ata masakruesit. Është gjaku i tyreve i pafajshëm që kërkon drejtësi. Dëgjon ulërim edhe tek varri i Enver Hoxhës. Po, këtë kemi dëgjuar, kurse për Nën Terezën nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë. Kupton? Është rasti i parë që po dëgjoj që dikush të thot një pasqyrë tjetër për sa i përket Nën Terezës. Po. Kurse për Enver Hoxhën ka shqiptarë që flasin edhe të mirën, edhe të keqen, por edhe rastin që ti thua që dëgjon ulërim edhe tek varri i Enver Hoxhës. Por tek Nën Tereza pra është një lloj, le të themi, proteste ose një lloj që njerëzit, pra ata fëmijët që kjo i ka keq trajtuar ose i ka marrë, i ka rrëmbyer dhe i ka dhënë këtyre. I shkatroja po. Po protestojnë por po kërkojnë drejtësi. Drejtësi. Do e kenë atë drejtësi në një moment ato. Se kjo i shkatroi që në filiz. Po pse pikërisht Nën Terezën? Po edhe ajo ushtare ishte. Mund të ishte dikush tjetër. Zgjodhen atë, ja bën atë reklamën e madhe, që të gëzonte famë në botë, që të pritesh se kur ishte nëna e humanizmit, si duhesh i bën këto reklama më burr. Siç i bën reklamë dhe politikanëve. Ky është kështu, ky është ashtu, do na sjelli këtë 24 ujë në ditë, e kështu gjonash. Efekti i reklamës, njerëzit gënjehen. Efekti i vitrinës. E shikon, thuaj që ka burr, të futem brenda. Kështu janë ndërtuar atë vitrinën edhe kësajt. Ajo është vitrinë e Vatikanit. Të dy varet ke ulërima. Xhaxhi i hante kalamoj gjallë. Atë gjë që bënte dhe Francesco dhe ky i hante gjallë. Prap tu do skandalizoni. Si hajnë gjallë, fëmijët i hajnë? Por të gjallë, tu qajt aty anguli dhomën i hanin. Janë satanista këta mëlla, por ti treguar aty të shefit me brir, aty ti tregojnë domethënë sa të devotshëm jemi. Tamam rituale masonike, domethënë se atje ndodhin këto gjëra aty mrena, që abuzojnë me kalamoj, që të marrin ato gradat derisa të shkojnë te 33-shi. Po pse ç'a bëhet atje, Alex? Të kalojmë pak te kjo e brendshme aty, ajo që ne nuk dim. Ç'a ndodh realisht aty? Aq e frikshme është situata aty, aq si kur i thua duket edhe si lloj mënyrë krahasimore ose janë realisht kaq të vërteta këto gjërat atje? Në përlozhet e masonëve thua? Po. Po, aty ose edhe këto që ka bërë Papa ose Nën Tereza ose të gjithë këto janë të lidhur bashkë. Janë të Ç'a ndodh atje? Ç'a ndodh atje? Ç'a kanë bërë ato?
Aty futesh, shikoj, që të vi një mason për shembull, duhet që ti të kesh një pozitë lartë. Nuk kërkojnë këto shtresën e ulët ata. Ato kapin që janë kështu presidenta, kryeministra, krye fetar, domethënë patriark, pap, këto gjëra, domethënë ata gjemojnë ata. Edhe i bëjnë ftesë. Edhe pastaj i ftojnë aty domethënë që do na shërbesh ti neve, dhe po na shërbeve ti neve do kesh çfarë të duash. Edhe bankerët do kesh çfarë të duash. Po që të fitojnë ata besimin tek ty, ti do kalosh një proces. Aty proceset pastaj janë nga më makabret. Nis thjesht, e përfundon pastaj, e fundit fare që të aprovohesh, Çfarë bën? duhet të abuzosh seksualisht një të mitur, ose ta vrasësh. Me gjakftotësinë më të madhe. Çfarë thua? Që të tregosh devotshmërinë e madhe ndaj shefit të tyre, Cjapit, Peskënçit, që ata quhen Bafomet, kanë statuin e atit aty. Këtë mund ta kërkoni prapë në internet, Bafomet quhet, që të shikoni ku i falin masonët. Sa gjë e shpifur është ai. Para si të bëhen, pra para si të shkojnë të marrin postin, bëjnë gjithë ecurinë, gjithë këto procese, Po, ndodh gradualisht ajo deri në gradën 33 që është master fare pastaj. Master që përdorin në shkolla këta master, e masonëve është ai termi. Ç'a ndon? Mësues. E zotron pastaj artin e errësirës. Ç'a bëjnë, abuzojnë njerëzit, i përdhunojnë, i keq trajtojnë, i vrasin, Po. gjitha këto Janë ca makabritete ka tani, ku t'i gjonë, është për t'i thënë këto tani janë shumë të shpifura më burr. Një pjesë për shembull është, ka një arkivol aty në mes ata, aty. Shtrihet ai për zgjalli aty, merren me arkivol, edhe fillon të masturbohet burr. Kupton ti, janë të shpifura këto gjëra, nuk e di, janë procese kësaj, domethënë për të treguar se sa të zhytur në pisllik janë, që të jenë se sa më i pisë dhe sa më i lig t'jesh, dhe sa më gjakftot t'jesh, aq më shumë i pëlqyer je tek shefi i tyre, te djalli. Kupton? Prandaj kalojnë këto makabritete të shpifura komplet. Aty edhe po dole pastaj që andej, dihet se i ketë numëruar me ditët. Si ketë numëruar? Do të heqin, se nuk se ti pastaj do fillosh. Po si kalove thua? Se arrin deri në një farë pike, domethënë që ti pastaj do thuash nuk e mban dot më, nuk e çon deri në fund. Se kanë shkuar disa dhe ku ka ardhur muhabeti pastaj, ajo pjesa e ritualit që të vrasësh një fëmijë të vogël tani ti. Janë të rreq aty. Janë të rreq, ose bëj dot këtë thot ai pastaj. Po? Hajde të rish ti pastaj. Nuk të rish dot më. Sepse ke mësuar gjëra derisa ta rishësh deri aty ti. Po, aty nuk vrasin fare këto pas. Po, të vrasin. Edhe mirë këto që janë bërë papa ose që janë të shenjtorët ose gjithta si Nën Tereza e këto të tjerët, i kanë kaluar gjithë të 33-tat? Jo, për papën e Terezën nuk besoj, nuk kanë kaluar nga këto proceset. Ata thjesht janë gatitu. Do e bëjnë. Ata kanë thënë po. Kemi atë rregullin që kemi këtu atë letrën me udhëzimet me ato urdhra që na jepni, kaq. Janë të tjerë këta që kalojnë për këto llozhat e këto. Po kush janë këta? Kush janë këta të tjerët? Kush është ndonjë për shembull që njihet që i ka kaluar të 33-ta këto? Të testet, sprovat apo diun. Nga këto që shohim televizor ne tani po thuan se këta tani se dim se ato nuk e thonë burr. Ata kur dalin televizor nuk e thonë që unë jam mason. Ose nga këta që e thonë që janë mason. Po është një famshëm i fare që quhet një Albert Pike. Këtë më duket se kemi thënë në emisionin e dytë neve këtë. I cili ka parashikuar që do bën 3 luftra botërore. Tani po jemi në prag të tretës. Ai këta e dinë burr, sepse tani jemi në prag të tretës, është episodi i 10. Edhe bota është shumë e qetë, në lumtur. Po pra kohë e bukur sot pas përkati është e blu qielli. Njerëzit po gëzojnë, zogj cicerojnë. Po sepse nuk është sulur akoma që të bombardojnë Iranin, se aty e shikon ti pasa çfarë do ndodhi mas kësaj. Pra, edhe qetësia deri diku është shqetësim. E ke dëgjuar atë shprehjen është ajo qetësia para stuhis? Para stuhis, po. Aty jemi neve tani. Se është calm before storm. Po, fix. Ashtu jemi tani në atë fazë. Ky tani Albert Pike që ishte i gradës 33, ky kishte i parashikuar, para planifikuar që do bën 3 luftra botërore. Edhe kishte thënë për çfarë arsye do bëhet e para, e dyta, e treta.